Illoshit. Libri i fundit Illoshit është huazimet turqizmat në gjuhën shqipe, dhe ka marrë gjithë fjalët e Shqipes, që janë Shqip, dhe i quan huazime nga turqishtja. Nuk ka sill në njërisi, se ato i kanë thënë dhe tjerët, këta bëjnë libra nga librat, por të marrësh fjalën çengel, që do thotë qëngel, gjërat, dhe ta quash që është turqisht, është turp. Pse, qëngel nuk është turpe? Jo. Nga ku deri ku është fjala penxhere. Nuk është turqisht. Turqit sot përdorin një fjalë tjetër për penxhere. Fjala penxhere është fjalë shqipe, sepse gjua, siç thamë, emërton funksionin, dhe penxheria është për të parë, pe dhe nxë erën. Po, siç nuk e penxhere, prit. Gjevze është gjvz. Pra, ti e përdor atë për të zjerë një vezë, një kafe, një... Ka diskutim për herën tjetër. Shiko, kur nuk i njeh gjërat, këto mund të duken ndonjëherë edhe si idiotizma, sepse